Faleminderit shumë Meridian për këto informata cilat I keni ndoa bashkë me alergologun, ndërsa në studio tash kemi ndoshta këtë shembullin e gjallë prej të cilës pastaj ka dalë edhe diçka e mirë, një gjë inovative e që bëhet fjalë për Jeta Berishën, është themeluese e kompanisë së parë të gjelbërt e të qëndrueshme në Kosovë Habitat. Jeta po ashtu po përballet apo së fundmi ka zbuluar edhe alergjitë që janë shfaqur edhe prej ndotjes së ajrit ndotjes së ambientit në përgjithësi, pastaj flasim edhe për ato për ushqimet, megjithatë, Jeta ka vendosur që këtë që I ka ndodhur, tash ndërroj në diçka të mirë, jo vetëm për veten, por edhe për qytetarët e Kosovës në përgjithësi. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes të gjithëve, faleminderit për ftesën, kënaqësi të ndoj eksperiencën personale. Është shumë kënaqësi edhe për ne. Jeta na trego pak fillimisht përvojën tuaj personale, pastaj kalojmë tek kjo nisma që ju e keni ndërmarrë. Janë 2 vjetë prej se kemi bo kompaninë, edhe gjatë këtij rrugtimi jemi përballë dhe të shfletu shumë raporte ndërkombëtare, raporte të organizatave të ndryshme që merren me çështjet e mjedisit, çështjet e të drejtave të njerëzit. Edhe gjatë këtij rrugtimi kam marrë informata të cilat mu nuk më gatuan në baza ditore. Por gjatë rrugtimit profesional, unë fillova të kem një problem personal me shëndetësor, edhe nuk arrita le ta identifikoj. Mu deshën disa vite, sepse unë po jetoja me të, dhe mu naturalizu me një farë forme ky fenomen, edhe nuk e kisha idenë se është diçka që mund të jetë kronike, mund të jetë diçka që mund të prekupoj edhe shoqërinë, apo thjesht të ketë një emër. Thjesht krejt çka kam menduar është që është diçka njoftohje e lehtë, njoftohja cila nuk përshërohet, por me kalimin e kohës, kur gjithçka filloi të bëhej më egër, edhe të rritet nga përmasa në organizmin tam, unë vendosa të bëj testet të alergjisë. Edhe ka gati 2 vite që unë mora lajmin që jam diagnostifiku me mbi 20 lloje të alergjive, cilat normalisht ma kanë ndryshu komplet jetën, ma kanë ndryshu stilin e jetesës, kuptimsinë edhe rëndësinë e të jetuarit shëndetshëm. Janë shumë gjëra cilat neve naturalizohen në baza ditore, ndoshta pse është jeta shumë dinamike dhe një tranzicion shumë I shpejt, edhe ne si shoqëni po e kemi shumë të vështirë me ka përdi gjithë këtë tranzicion brenda ditës, edhe normalisht ekzistojnë shumë forma që dëshirojnë njeriu me majt defokusuar prej asaj çka vërtet ka rëndësi. Atëherë, në qoftë se e marr komplet tregimin personal, edhe mundova me kuptu në totalitet pas diagnostifikimet, fillova normalisht të përdor barna, të reduktoj komplet atë se çka mu shënu në test të alergjisë, si në ushqim, si në hapësirat publike ku ka shumë pluhën, po ashtu edhe në shumë elemente tjera të cilat ne, si qytetar thjesht, edhe komplet rëndomt, ndoshta nuk e kemi aq natyrale, apo thjesht nuk I njohim termat, sepse janë terme shëndetësore, janë terme të cilat nuk është që kanë shumë rëndësi në qoftë se nuk je profesionist. Por, duke njoft fenomenen, vendosa me shfletu pak ma shumë raporte, shumë gjëra të cilat mu më kishën ik edhe pse po punoja në këtë drejtim, edhe kuptova që ka të bëj me një fenomen. Ka të bëj me një fenomen që quhet ndryshim klimatik. Ndryshimi klimatik para disa viteve është quajt ngroja globale. Edhe tash ka ndryshuar si terminologji, tash quhet ndryshimi klimatik, edhe është diçka që po ndodh si pasojë e ndryshimit të kohës, ndryshimit rritjes të temperaturave, që është bërë, domethënë, është një gjë që ndodh krejt botën, nuk është vetëm në Kosovë, por Kosova fatkeqësisht po ndoj një informat që është publikuar vitin e kaluar në raportin vjetor të NATO-s, ku në Kosova konsiderohet epicentër e ndryshimit klimatik deri në vitin 2050. Kjo sigurisht është identifiku për shkak se edhe trupat e NATO-s janë në Kosovë, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës I kushtojnë shumë rëndësi hapësirave apo vendeve ku I kanë
trupat e tyre paqëruajtëse. Kështu që paka shumë në qoftë se i shohim gjitha raportet, vendet të cilat kanë ndotja shumë të lartë, janë komplet të betonizume, nuk kanë hapësira gjelbra, nuk kanë një ndërtim urbanistik të qelluar, nuk merren direkt me një rejon apo shëndetin publik, janë direkt më të prekura nga ndryshimi klimatik, edhe normalisht që 98% e shkencëtarëve në botë pajtohen që ndryshimi klimatik po ndodh për shkak aktivitetit njerëzor. Tash nëse i kthehemi komplet studimeve, kemi shumë statistika, shumë numra. Po duhet me kuptu që jemi të folë për një fenomen që ka të bëj komplet me frymarrjen, me aspektin respirator tonin, edhe që ndikon komplet në gjenezën tonë, po ashtu edhe në ADN, po ashtu ndikon edhe në përditshmërinë, disponimin tonë. E tash, shumë njerëz nuk po e kuptojnë faktin që është mirë me bërë një test, është një test i thjesht, edhe mund është brenda ditës me kuptu natyren e problemet nëse te ke diçka tillë. Ju personalisht vini përballë pra me probleme në frymarrje, do të thotë kjo ka qenë që vjen edhe si pasojë ndotjes së ajrit, ambientit, pastaj edhe ambientit jashtëm, por edhe i brendshëm, patjetër që ndikon këto, edhe këto jeni mundu me kthy në diçka të mirë, ndoshta, e cila mundet me ju shërbyer edhe njerëzve tjerë, po shërben si shembull i mirë. Çka dëshironi tash me bo? Çka keni ndërmarrë? Për mua është shumë e rëndësishme edukime. Edukimi i komunitetit është shumë i rëndësishëm që me ndërtu komplet zinxhirin me bën më të fuqishëm. Po flasim, këto janë disa komponenta apo disa institucione të përfshime që duhet me kriju një mekanizëm parandalues, sepse jemi të folë për një fenomen kronik që do të jetë në të ardhmen. Deri në vitin 2050, çdo 1 në 2 persona do të vuaj nga sëmundjet respiratore, më saktësisht nga astma dhe alergjia. Tashti ne po folim, jemi në vitin 2025, fëmijët e lindur në vitin 2025 do të janë vetëm 25 vjet në vitin 2050. Edhe është obligim edhe përgjegjësi që me luan këtë vend, këtë botë, më të mirë se që e kemi gjetë për fëmijët e gjeneratës së ardhshme. E kam dje shumë obligative me gjetë një zgjidhja, me marrë një problem edhe me gjetë një zgjidhja. Habitati është ende një kompani startup, apo nëse është Shqipëraj, është kompani fillestare, ende nuk i kemi 2 vjet në treg. Habitati është hap para se të përballe me llojet alergjive, para se mu identifiku me to saktësisht, jo para se që kam fillu me jetu me to. Do të thot, i kemi gati 2 vite në treg, eksportojmë shërbimet tona në disa vende të botës, tashmë jemi rrit, edhe pse shumë kompani e re, kemi hapur zyret të ndërlidhse në Zvicër, në Angli, në Amerikë, edhe jemi duke u rritur dita ditës. Përveç që ofrojmë shërbime digjitale, që mund të kenë aspektin kreativ dhe gjithçka tjetër, është shumë e rëndësishme të përmend që ne kemi krijuar politika të ndryshme operacionale që kanë fokusin tek njeriu dhe mjedisi. Për krejt aspektit tonë gjenerus të ardhrave, një pjesë e madhe e tyre ndohen për komunitetin edhe për mjedisin. Vitin e kaluar mbollën 1005 të para në komunën e Prishtinës. Në një periudhë 5 vjeçare pritet që ne të mbjellim mbi 19.000 pemë në gjithë Kosovën, edhe kjo është pak a shumë se si unë kam dashur me bë biznesin edhe kauz. Është e pamoralshme dhe jo etike nëse ki vedija kolektive, edhe një fenomen edhe mos kontribuosh në komunitet. Në të njëjtën kohë konsideroj që komplet ekonomia dhe biznesi duhet ta ketë parsore sjelljen njerëzore, sjelljen shoqërore. Edhe nuk mund t'i ndajmë këto nga njëra tjetra. Nuk mund ta shohim njeriun apo komplet ekonominë vetëm si variabël numrash. Duhet të fillojmë t'i shohim njerëzit si njerëz. Edhe çka mundemi me bë për ata që nuk munden me bë asgjë për neve. Kështu që pak a shumë kjo është kauza e komplete kompanisë tonë. Ne kontribuojmë në komunitet në forma të ndryshme, kemi kriju së fundmi edhe inovacionin e parë në teknologjinë klimatike në Evropë. Në fokus
kemi marrë ndotjen edhe komplet konceptin e Kosovës, se çka po ndodh edhe si zinxhiri biznes, institucion edhe qytetar nuk po funksionon për momentin. Normalisht bara bie te institucionet, por edhe bizneset kanë një faj shumë të madh. Çka po bëjnë edhe çka duhet bërë? Çka po bëjnë edhe çka s'po bëjnë, mund të me thonë. Çka s'po bëjnë është që nuk po e krijojnë fokusin tek njeriu. Unë e kuptoj që tregu është shumë i lirë, edhe jemi ende një shoqëri jo shumë mirë e stabilizuar financiarisht. Në njëjtën kohë një shoqëri që ende nuk i kemi të rehabilituar me komplet traumat e luftës. Ne duhet identifikojmë gjitha problemet që neve na rrethojnë. Por bizneset fatkeqësisht po fitojnë duke bën ndotja. Jo vetëm ndotja klasike, se çka quajmë me mbeturina, por edhe me emetimet e karbonit. Do thotë komplet operacionet e bizneseve krijojnë ndotje në natyrë. Edhe që kjo ndotja po përkthehet pastaj në sëmundje të ndryshme. Kur flasim për sëmundjet, që përmenda më herët, edhe që ishte edhe doktore në linë direkte, kemi të bëjmë edhe me gjitha këto cilat nuk po trajtohen, edhe pastaj po rritën në përmasa, si kancere, tumore të ndryshme, e shumë sëmundje tjera kronike, cilat po shfaqen gjithandej, edhe po besoj që secili qytetar, secila familje ka një të prekur në familje, jo vetëm nga sëmundjet kronike respiratore, po edhe nga kancere e tumoret e shumë familje tjera të sëmundjeve që janë tashmë shumë të përmendura në gjithë botën. Është shumë e rëndësishme me kuptu që institucionet tona shumë shpejt do të aplikojnë një politikë të re globale, që është pjesë e Bashkimit Evropian, edhe në Bashkimin Evropian tashmë veç ka hyrë në funksion. Kjo politikë pak a shumë është si një lloj toks ekologjike e kemi një rreth rajonit. Personalisht e quaj toks e karbonit, sepse toksa bie mbi karbonin, mbi dotjet që po ndodh. Normalisht që bizneset ende nuk janë të edukuar në këtë pjesë. Do thotë edhe bizneset nuk janë të vetëdijshme për ndotjen që e bojnë. Fatkeqësisht jo. Paraprakisht pra t'i informojmë, t'i edukojmë edhe pastaj t'u ofrojmë një zgjidhje cila do t'jetë e mirë për krejt. E vërtet, fatkeqësisht nuk e kanë pjekurinë e të bërit biznes. Bizneset shumica e tyre në Kosovë, nuk po flas për të gjitha, sepse kemi shembuj shumë pozitiv. Por, një pjesë e madhe ende jetojnë mbi modelin tradicional të bërit biznes. Do të thotë fokusi kryesor është fitime. Çka po ndodh te na. Edhe kjo është diçka që duhet mu riorganizu brenda vetë sistemit ku jetojmë ne. Kjo nis normalisht prej institucioneve. Kjo toks besoj që do të riorganizoj vetë sistemin kapitalist në cilin jetojmë. Unë e kuptoj që ne nuk mund ta ndryshojmë sistemin kapitalist, por ne mund ta reformojmë aty ku ka rëndësi edhe aty ku ka nevojë. Qysh kur vjen puna te taksa, cilën e paguajmë edhe tasha, apo ende nuk ka hyrë në fuqi? Kjo taks ende nuk është funksionalizuar. Në vitin 2026 po pretendohet që do të fuqizohet në Kosovë. Atëherë kush do të prekën më shumë? Janë kompanitë të mëdha, kompani që eksportojnë jashtë Kosovës, edhe kompanitë të cilat me të vërtet bëjnë ndotja. Me të vërtet nuk i kanë fuqizu operacionet e tëra. Me të vërtet nuk e kanë fuqizu ekipen. Me të vërtet nuk kanë marrë masa që të menaxhojnë komplet sistemin operacional që bëjnë ata gjatë ditës. Kompani që kanë transport direkt brenda ditës, kompanit që bëjnë ndotja si kompanit e betonit, cimentos, do të thotë këtë komplet këto, kompanit prodhuese që e kanë në funksion plastikën, njëtën kohë, gjitha këto janë ato të prekura direkt. Do të thotë, po ashtu, gjithë industria e prodhimit është goxha e prekur dhe normalisht është një prej industrive që më shumë te ka eksportu shërbime jashtë Kosovës. Kështu që mua më vjen keq që nuk është kriju një zinxhir që ta mikromenaxhoj këtë objektiv të Bashkimit Evropian, e cila do ta vë Kosovën me lup në fokus, sepse Kosova është ende duke ushtri në BE, edhe normalisht që
tek ne është i gjithë fokusit, do thot edhe po na shohin nga afër nëse jemi tu i apliku gjitha politikat, ashtu siç po dakordohemi gjatë nënshkrimit të marrëveshjeve. Ç'u ndikon tek xhepi i kompanive këto? Sigurisht që do ta prek. Sigurisht që do ta prek në qoftë se ata nuk bëjnë zgjidhja. Andaj ne kemi kriju një inovacion teknologjik, e cila quhet Carbon 360 apo Carbon 360. Shumë shpejt do të him në treg, sepse jemi në fazën e fundit të testimit të teknologjisë. Edhe kjo teknologji do të ndihmojë bizneset të gjurmojnë, të matin, të menaxhojnë dhe të raportojnë ndotjen në kohë reale. Pse po e them raportimin? Sepse normalisht që duhet ta raportojnë ndotjen që po e bëjnë. Sepse kjo taks do ta detyroj biznesin të raportoj ndotjen që po e bëjnë. Ne çfarë kemi bërë për ta lehtësuar komplet këtë proces? Kemi kriju një teknologji e cila është komplet formë digjitale, është e lehtë për përdorim, është komplet fleksibile, që do t'i ndihmoj këto biznesa për të ndjek edhe për të nxjerrë një raport në kohë real, në qoftë se vetë se duhet të paguajnë taksën e karbonit. Ka shembuj në përbot që kjo taks po funksionon mirë, që ka ullë ndotjen dhe ka ndikon pozitivisht në shëndet. Ndoshta në Kosovë? Po, besoj që do të ketë impakt pozitiv, dhe ne kemi nisë me këtë qëllim. Viti i parë do të jetë free për të gjithë, do të jetë falas do të thotë për të gjithë, edhe ne dëshirojmë që sa më atletja u bëjnë rrugtimin bizneseve tek ne, sepse normalisht është diçka që do të ndodhë shumë shpejt, është tranzicion shumë i shpejt, vetë institucionet nuk janë gati, e lërë më bizneset. Vetë institucionet nuk do të mund të gjurmojnë komplet taksën që do të aplikohet në Kosovë. Atëherë, çka do të bëjmë ne për biznesat, çka do të bëj kjo teknologji për bizneset më sakt, është që përveç gjurmimet edhe këto që i përmenda, do të nxjerrë edhe objektiva për të ullë ndotjen. Por këto objektiva do të janë edhe objektiva që do të merren me operacionet e kompanive, bizneseve në tansi, se si të kemë fokusin të njeriu, të kemë fokusin tek mjedise, do të thotë tek natyra komplet, se si të reduktojnë shpenzimet e panevojshme, sepse normalisht edhe bizneset po bëjnë shpenzimet panevojshme, edhe është komplet e pamundur ta menaxhojnë apo ta gjurmojnë këtë proces. Vetë proceset operacionale brenda ditës, për shembull, po e marr një kompani prodhuese, e ka prodhimin si qëllim, krijimin e një produkti në treg, po i gjithë operacioni tyre bën ndotja. Bën mbetja edhe ndot ajrin edhe madje ajr po na reflekton në shëndetin tonë. Është shumë e rëndësishme me kuptu gjenezën edhe me pa Kosovën si një vend ku ka shumë fenomena, edhe me gjithë këto mi kap këto fenomene në totalitet edhe me kriju një zgjidhje. Kështu që ne kemi bërë diçka të tillë. Të funksionojë të paktën. Kjo dhe të ulët të ndotja, po ashtu numri i smundjeve që mund të përballa njerëzit si shkak apo si pasojë ndotjes së ajrit. Kjo është pak a shumë shkak pasojë, vërtet. Kisha dashur me u ndal me një fenomen të fundit që po ndodhet ne. Po flasim për Prishtinën. Prishtina është bërë një hapësirë komplet e betonizuar, është bërë një hapësirë komplet e ngarkuar prej trafikut komplet pa kontrolluar. Fatkeqësisht është fol shumë premtime viteve të kaluara, por komplet plani urbanistik në Kosovë po ndikon që kjo ndotje të jetë kaq e madhe. A keni pas që ku me i mbjell pemta gjatë të dy? Po, bashkëpunimin e kemi bë, do të thotë, me komunën e Prishtinës vitin e kaluar, pa marrë parasysh kritikën konstruktive që e drejtoj te komuna e Prishtinës. Sepse ka vend për përgjithësim. Kjo është arsyeja. Por edhe komunat e tjera, po me qënë se përballemi me kaq shumë ndërtim, betonizim, po ashtu edhe ndotje të ajrit, e vërtet. E cekëm për këtë arsye. E vërtet. Atëherë nëse mund ta cek, e kuptoj që është koha shumë e limituar, por kjo është një temë shumë e rëndësishme, edhe besoj që duhet japim rëndësi. Jemi të folë për një qytet urban, edhe vetë
komplet institucioni komunal na ka përmend aq shumë arkitekturën e Gjelbërt, qytetin urban të Gjelbër, edhe po ashtu kanë marrë aq shumë trajnime, kanë investu në aq shumë infrastrukturë për ta ngrit vedian për mjedisen, për qytetarin, edhe në fund po dështojnë në këtë aspekt. Normalisht kritika duhet t'jetë konstruktive, duhet t'jetë e bazuar në fakte. Unë sot kam nxjerrë shumë fakte, por nuk mundem t'i ndoj gjitha, sepse nuk mjafton koha. Sepse ka shumë. Po, sigurisht ka shumë të diskutohet. Po flasim konkretisht për këtë pjesën e betonizume e cila është një plan i ri urbanistik, ku po pretendohet të ndërtohet sheshi Gjergj Bush, edhe normalisht e kam kritiku sepse duhet të kuptohet se çka quhet qytet urban i Gjelbër. Qytet urban i Gjelbërt ka të bëjë me rifunksionalizimin e tokës. Jo me betonizimin e tokës. Na është përgadit edhe na është promovu një plan urbanistik në 3D, që duket shumë bukur, edhe për një kohë tjetër, kur ajri është shumë i mirë, ai plan urbanistik do të ishte perfekt. Por, në qoftë se e ka parasysh kryetari i Prishtinës, edhe komplet institucioni i tij, që kemi të bëjmë me ndryshimin klimatik, me rritje temperaturave në vitet e ardhshme, edhe e përmenda më herët, që deri në vitin 2050 klima do të jetë në nivele shumë të larta. Kosova nuk do përballet vetëm me ajër të papastër dhe me temperatura të larta, por me vëshime, me mungesë të ujit pishëm. Edhe kjo është diçka që krejt planet urbanistike nuk po e kalkulojnë. E një arkitekt i mirë duhet ta kalkulojë këto me patjetër. Sigurisht, po ashtu, përveç rifunksionalizimit tokës dhe jo betonizimit, do të kthimit të hapësirës publike në hapësirë të Gjelbërt, është menaxhimi i ujrave të sheut, që nuk ndodh tek ne. E shohim sa herë që kemi një rreshtë sheu si kthehet qyteti, po ashtu përdorimi i materialeve të riciklueshme është shumë e rëndësishme, përdorimi i materialeve të riciklueshme. Kemi shumë mbetje, po mos me harru që mbetjet, kush din mi i kthy në përdorim, mi i ripërdor, janë pasuri. Edhe ka të ardha shumë të larta, edhe energjia e pastër apo energjia e ripërtretshme. Krejt ky ndriçim në Prishtinë shkakton ndotja. Në qoftë se i shohim mirë këto, si i themi, dritat, ndriçimin publik, asnjëra nuk është sipas planeve urbanistike, do të thotë globale, që e kanë infrastrukturën e Gjelbër brenda. Sepse harxojnë shumë rrymë, njëtë në kohë janë të lidhur me hapësira publike, cilat janë të lidhura direkt me kek. Mund gjejmë që atë shumë mënyra, atë shumë metoda, që ta bëjmë qytetin më të mirë, më Gjelbërt, më urban, edhe ta kthejmë fokusin të qytetare. Kërë që të paktën të praktikohen këto që ju po i tregoni, për shkak se është fakt që po i shohim çdo ditë dhe uroj që mos të përballim ndoshta edhe më tepër me ndryshime klimatike, me atë se çka kemi pa viteve të fundit, dhe kjo gjendje të përfundoj apo të mbyllet me kaq, tash të kemi një përmirësim të kësaj gjendjes. Me qenë se jemi krejt minutat e fundit, faleminderit shumë për bisedën, faleminderit për këshillat dhe informatat që i këndoa me ne dhe me shikuesit e këtij emisioni. Shumë kënaqësi që u takuam, po besoj që do të kemi raste edhe të tjera për me bisedu përsëri, për shkak se është një temë që ja vlen dhe patjetër që e prek secilin prej nesh, secilin qytetar, për shkak se jemi ne vetë ata të cilët po e posojmë dhe përballemi pastaj me probleme shëndetësore që shpesh herë e kërkojmë shkaktarin, por shkaktari mund të jetë pikërisht qyteti apo vendi ku jetojmë ne dhe ndotja e ajrit. Faleminderit shumë Jeta. Faleminderit, është gjithmonë kënaqësi më kthy në shtëpinë e kohës. Përveç kësaj, po e përmbledhim për fund një fjali, gjithçka që unë sot kam do me publikun dhe me ju, është e bazuar në fakte. Është e bazuar në ulëmtime. Asnjë informat nuk e kam dorë pa u bazu dikon, kështu që është shumë thjesht sot dinamikën cilën jetojmë dhe digitalizimin e përhapur që të njohim këto informata. Mund të klikojmë online,
me një fjali komplet të thjesht edhe me pa një raport të tillë. Me inteligencën artificiale. Me inteligencën artificiale, e vërtet me ChatGPT është shumë thjesht me nxjerr këto informata, madje me përdor aq mirë për me kuptu totalitetin, edhe me kuptu sa e rëndësishme është me njoft të drejtën tonë si qytetar aktiv. Edhe më kthy në qytetari aktive, sidomos pasi që po konsideroj që kohëve të fundit pak qytetari aktive është qetësu edhe na bën një qytetari aktive që është pak më radikale, edhe çka quajmë radikalitet me kuptu pak më mirë, mos me bo radikalitetin është lehtë për mu duar trokit, sepse nëse duar trokitet radikaliteti lehtë, atëherë nuk quhet radikalitet. Faleminderit shumë edhe juve.